Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavat mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e më pastaj të ndershëm vëllezër dhe motra. Mirë se takohemi edhe në këtë natë prej netëve të begatë të mujit të begatë Ramazan. Lusë Allahun xhalla xhelaluhu për pranim të veprave për vetvete, për ju dhe për gjithë muslimanët, ka do që t'jenë. Jemi duke u shoqëruar me mirësitë e mujit Ramazan, begatitë e tij, e gjithsesi që sikur Allahu xhalla xhelaluhu I ka ruajtur shumë vlera për këtë muaj. Sot do të flas me lejen Allahu xhalla xhelaluhu në pika shumë të shkurta, një prej mirësive që dietarët islam thonë se sikur Allahu xhalla xhelaluhu këtë vlerë e ka ruajtur për këtë muaj që t'ua dedikoj robëve të tij. Allahu xhalla xhelaluhu na ka njoftuar në Kur'an se Muhammedin alayhis salam e ka dërguar mëshirë, rahmet për gjitha botat, siç thot Allahu xhalla xhelaluhu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ne ty kemi dërguar mëshirë për të gjitha botrat, që I bie botën e njerëzve, botën e gjinëve, botën shtazore, bimore. Pra Allahu xhalla xhelaluhu pejgamberin alayhis salam I ka dërguar rahmet për të gjitha krijesat. Dhe se Allahu xhalla xhelaluhu ja ka dhënë besën pejgamberit alayhis salam se derisa të është gjallë dhe prezent pejgamberi alayhis salam mesin e sahabëve, nuk do t'i dënon robët e tij në tërësi, derisa ata kërkojnë falje tek Allahu xhalla xhelaluhu. Derisa robët e Allahu xhalla xhelaluhu kërkojnë falje, bojnë istighfar, Allahu xhalla xhelaluhu nuk do t'i dënon ata derisa është në mesin e tyre pejgamberi alayhis salam. Siç thot Allahu xhalla xhelaluhu në suratul Anfal: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Nuk është për Allahun që ata ti dënon derisa ti je në mesin e tyre. Nuk është për Allahun që t'ju çon dënim atyre derisa ata bojnë istighfar, kërkojnë falje prej Allahut xhalla xhelaluhu. Prandaj një në anë prezenca e pejgamberit alayhis salam sa ka qenë gjallë dhe ky premtim vazhdon deri në kiamet. Allahu xhalla xhelaluhu nuk e dënon ummetin e tij në tërësi derisa robët e Allahut kërkojnë falje. Kjo vlerë të ndershëm vëllezër, nëse I shikojmë argumentet që flasin për vlerën e muajit Ramazan, sikur istighfari, kërkim falja për jonës të Allahut është për mbledhjen në muajin e begatë Ramazanit. Siç ka ardhur në gjuhën e pejgamberit alayhis salam, hadithi që është I njohur të gjithë ju, ku thot pejgamberi alayhis salam: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai që agjeron muajin e Ramazanit me iman, me bindje, me besim se ky është ligj I Allahut xhalla xhelaluhu. Allahu xhalla xhelaluhu e ka akredituar, na ka urdhëruar me agjeru. Wa ihtisaban, dhe duke kërku shpërblim vetëm nga Allahu xhalla xhelaluhu për këtë. Pra për agjerimin, duke kërku vetëm tek Allahu shpërblim, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. I falen gjunahet e kaluara. Por ai që agjeron, I bie I falen gjunahet. Po nëse I shpëton, thon dietar, nëse I shpëton dikujt kjo, ka ndonjë problem që nuk e arrin këtë vlerë, e ka vlera e dytë. Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që ngritet në Ramazan për t'u falë, gjithmonë fjala këtu për namazet vullnetare, namazin e natës. Ai që ngritet në Ramazan falet me besim plot në Allahun xhalla xhelaluhu dhe duke kërkuar shpërblim pi Allahut, I falen mëkatet e kaluara. Nëse nuk e arrin edhe këtë, e ka pe treta.
Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që ngritet natën e kadrit me besim, me bindje të plot në Allahun xhela xhelaluhu, duke kërkuar shpërblim prej Allahut, i falen gjinat e kaluara. Thon dietarët islam, pra sikur Allahu xhela xhelaluhu faljen e ka sjell në Ramazan. Allahu xhela xhelaluhu po don me i fal robët e tij në Ramazan. Prandaj tjetuari thon dietarët islam, vetëm tjetosh në Ramazan si besimtar, adhuruesi Allahu xhela xhelaluhu, agjerues, namaz fals, Allahu xhela xhelaluhu ka garantu faljen. E po na fali Allahu xhela xhelaluhu, çka ka pastaj? Krejt mirësitë e Allahu xhela xhelaluhu në këtë botë dhe në botën tjetër derdhen mbi te. Prandaj të ndershëm vëllezër dhe motra, çështja e istighfarit është shumë e rëndësishme. Prandaj Allahu xhela xhelaluhu i ka kushzuar vlerat e tia ndaj robëve të tij përmes istighfarit. Përmes istighfarit është kërkim falja, me kërku falje pi Allahu xhela xhelaluhu. Para të arsyet citatin e parë që e ceka suratul Anfal, wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Nuk është për Allahun që ti dënon ata derisa ata kërkojnë falje, derisa bin istighfar. Hasan el-Basriu, njëri prej tabiinëve, prej hoxhallarëve të mëdhaj të gjenatës dytë, kur ka fol për istighfarin, ka thënë bëni istighfar në kam, ul, të hec, në shtëpi, në rrugë, sepse nuk dihet ku të zën falja. Nuk dihet ku të zën falja. Prandaj të ndershëm vëllezër dhe motra, muaji i Ramazanit është muaji që më së shumti na ofron falje, më së shumti na përgatit për falje. Ta shfrytëzojmë pra këtë mundësi që nuk është muajve tjera me këtë specifik që ka ardhur, sepse kërkim falje e istighfarit gjatë tërë kohës, gjatë tërë jetës. Mirë po këto 3 hadithe që i ceka jenë ekskluzivisht në muajin e begat Ramazanit. Prandaj ta shtojmë istighfarin, të kërkojmë nga Allahu xhela xhelalu falje, që Allahu xhela xhelalu na fal, të na pastron, të na ngrit, e pastaj vije shpërblimi pasaj. Pastaj pasojnë dhuntit e Allahu xhela xhelalu. Siç i përmend Allahu në surën Nuh, kur i ka thënë popullit të tij, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Unë thot Nuhi alayhis salam i thon popullit tim, kërkoni falje pi Allahut, bëni istighfar, sepse Allah është falës i madh. Pra të ndershëm vëllezër, nuk duhet m'ia hap derën djallit me manipulu, nëse dikush ka mkatu dhe vazhdon me mkatu dhe ja forcon zemrën që ti me këtë gjyna ku po shkon. Sa ka vëllezër prej komunitetit, prej popullit tonë që për shkak të gjinohave nuk hinë në xhami. Për shkak të mëkateve që i bën, nuk kërkon falje pi Allahut. Tu mendoj që Allahu nuk e fal. Ky është gabim. Pra edhe nëse ne mëkatojmë, duhet ta pason kërkim falja, istighfari, taubeja pastaj, pendimi. Por istighfarit na shoqëron si dhikr, si përkujtim i Allahut i vazhdueshëm. E pastaj, nëse është kjo, çka ka? Vazhdon Allahu xhela xhelalu në surën Nuh, yursilis samaa aleikum midrara. Allahu xhela xhelaluhu si rezultat i istighfarit lëshon shi, të vazhdueshëm. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. E pastaj Allahu xhela xhelaluhu si rezultat i istighfarit i kërkon faljes, ju furnizon juve me kapital, me pasuri, edhe me fëmijë. Me pasuri edhe me fëmijë. Kështu që këtu ta tërheqim një paralele, ati ose asaj që i vështërsohen punë ekonomikisht, si hecin punë, sun gjan punë, shtoj istighfarin. Shtoj istighfarin të ndjetarët islam. Madje këtu hyn edhe ai që nuk ka fëmijë. Nuk ka fëmijë, shtoj istighfarin. Një prej ilaçeve hynore që Allahu xhela xhelalu ka garantuar dhe dietarët islam sjellin domethënë bazë për këtë, pra shton e istighfarin. U yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. E si rezultati i istighfarit Allahu ju sjell shi, e pastaj shtohen lumejt,
shtohet kapitali, shtohen të mirat dhe kështu pra edhe të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Prandaj të ndershëm vëllezër, ta trajnojmë vetveten në Ramazan me shtu istigfarin sa më shumë. Ka të shkojmë ta lagim gjuhën me istigfar, kërkim falje. Allah na bëf për atyre që e përmendim Allahun shumë, kërkojmë falje shumë për Allahu xhel xelalu dhe Allahu xhel xelalu pastaj na jep mirat e tij që ne ka premtuar. Allahu shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillah.